Një më gjërësisht në lidhje me këtë interkoneksion, por njëkohësisht edhe në potencialet e tjera mes dy vendeve, Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut. Zoti Dauti, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Ta nisim me linjën me interkoneksionin mes dy vendeve, Shqipëri, Maqedoni e Veriut, 400 kV. Është pra plotësohet në një farë mënyre një boshllëk që ka ekzistuar prej kohësh midis dy vendeve, jo vetëm në marrëdhëniet energjetike Shqipëri-Maqedoni, por edhe për sa i përket ndërlidhjes rajonale të energjisë elektrike. Për ta nisur bisedën, zoti Dauti, si e shikoni si nisëm që financohet njëkohësisht edhe nga Bashkimi Evropian? Shqyqeri, kjo nisëm është tjetë e kamoqme dhe shumë nisma tjera që e forsojnë lidhshmërinë ose bashkëpunimin regional, lidhshmërinë mes ekonomisë të Maqedonisë Veriore dhe të Shqipërisë, po sido që tjetë, kjo është një përshëndetje, një hap i mirë drejt qasjeve të përbashkëta të projekteve, qasjeve regionale, në sa i përket interkoneksionit që këto ditë ishte gurthemeli në pjesën e Maqedonisë, është një linjë diku 100 kilometra, e rrumbullakson konceptin e Maqedonisë që në lidhjet interkonektive me fqinjët dhe duke pas parasysh pozicionin që ka Shqipëria në rrugën drejt Evropës, në lidhshmërit me Unionin Evropian, lidhshmërit është energjetike apo të interaksionit me Italinë, kjo Maqedonisë mundson edhe një lidhshmëri në tregje tjera. Mundson një balans duke pas parasysh se në Maqedoninë e Veriut, bisedoj për Maqedoninë e Veriut, është në një intensitet të ngritur të sistemeve diellore të prodhimit të energjisë elektrike, e cila kërkon edhe një balans të argjimeve, është një mundësi e mirë që ky interkorektor do t'i mundsoj argjuesve që të kenë një bashkëpunim, një harmonizim të sasive edhe me Shqipërinë, po edhe me tregjet tjera evropiane. Gjithashtu e mundson një stabilitet të furnizimit të tregut të Maqedonisë në Veriut, në ekonomi, po edhe në konsumin e gjatë. Ky interkonektor do të krijojë edhe një qasje të përbashkët në tregjet energjetike të Maqedonisë Veriut dhe Shqipërisë, po edhe të shteteve tjera të regionit, ajo që normal është edhe një kompletim tjetër i koridorit 8, të ngritjeve të lëvizjeve logjistike, përsëri duke pas parasysh pozicionin geostrategjik që ka Shqipëria në region. Ajo që mbetet, bisedojmë për politikat energjetike, që të harmonizohen politikat në funksion të bashkëpunimit, të harmonizohen politikat energjetike të Shqipërisë dhe të Maqedonisë në vijim në të ardhmen. Zoti Dauti, kjo linjë nuk është thjesht ndërlidhje midis dy vendeve, por është pjesë e koridorit 8 energjetik. Në anën tjetër të kufirit, si është ndërlidhja midis Maqedonisë Veriut dhe Bullgarisë? Sa i përket koridorit 8, ndërlidhja energjetike është e vjetër, nuk është edhe atje duhet të ketë investime në drejtim, po ka një funksionim, po sa i përket koridorit 8, është në ndërtimin e sipër edhe në pjesën e rrugore dhe hekurudhore, në ndërtimin në lidhshmëritë e koridorit 8 në pjesën e Bullgarisë, normal ka pas probleme të qartësimeve. Hekurudha ishte planifikuar që në vitet 90 dhe filloi ndërtimi me një intensitet, po çuditërisht për çështje politike u konservua një periudhë
25 vjeç tash ka fillu përsëri të vazhdoj ndërtimi i hekurudhës me Bullgarinë. Në pjesën e Shqipërisë ende nuk ka sinjale, ose në pjesën e Maqedonisë Perëndimore është hekurudha e vjetër që nuk funksionon, e cila do duhet të edhe të vazhdoje nga Kërçova për në pjesën e Shqipërisë në anën tjetër. Kështu që korridori 8 si arterje nuk është vetëm rruga, asfalti, autostrada, si udhëtim që të gjithë e mirë presim që të krijojë një lëvizje të lirë të mallrave, të kapitalit, të njerëzve, fuqisë punëtore, po është një arterje e gjallë që reflekton në shumë segmente tjetër, po sidomos në ekonomi, në racionalizimin e argjimeve, duke pas parasysh edhe atë që Shqipëria ka portet strategjike që janë shumë të kapshme për ekonominë e Maqedonisë dhe lidhshmëritë me tregjet tjera që krijohen. Zoti Dauti, në lidhje me prodhimin e energjisë elektrike të pastër, sidomos qoftë nga era, qoftë nga dielli, fotovoltaiket, si është ecuria në Maqedoninë e Veriut? Paktën në Shqipëri ja dhënë licenca, disa projekte të mëdha janë drejt përfundimit dhe realisht ka përmirësim, ka rritje të kapacitetit prodhues të energjisë së pastër. Ne historikisht kemi pasur të pastër nga uji, por tashmë kemi edhe diellin. Në Maqedoninë e Veriut në 4 vjeçët e fundit ka një intensitet të interesit të madh të investimeve në energjinë e rinovueshme, sidomos në energjinë diellore, duke pas parasysh kushtet klimatike që ekzistojnë në shumë regione në Maqedoni. Janë të dhëna licencat dhe vazhdojnë kërkesat, janë shumë të mëdha që investitor të mbrenqëm, po ka edhe investitor të huaj që kanë interesu. Ky interkorektor, tash që ka fillu ndërtohet, do të ngjallë edhe më shumë interesin e investitorëve të huaj, duke pas parasysh se për krah këtij stabiliteti energjetik që do të krijohet një frymë e një stabiliteti të përgjithshëm të bërit biznes në Maqedoninë e Veriut, duke pas parasysh raportet që krijohen, sidomos me Shqipërinë dhe kështu me radhë. Por në Maqedoni intensiteti është shumë i madh, interesimi është shumë i madh në investime në energjinë diellore, fotovoltaikët. Këte ka 2 projekte që janë në interesimin e sipër të energjisë erës, por ende nuk kanë filluar të ndërtohen. Ndërkohë, dhe kam përshtypjen, zoti Dauti, që interesi do të jetë akoma më i madh edhe për faktin që Shqipëria është negociata me qeverinë italiane për ndërtuar edhe linjën kablore në ujore. Nëse ajo realizohet, ky projekt realizohet, atëherë Shqipëria, Maqedonia e Veriut, të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor do të kenë një port dalje ose shitje të energjisë elektrike dhe rëndësia është akoma më e madhe. Po, sigurisht, tash për tash në Maqedoni ka interesim shumë të madh të sistemit diellor. Ju thash, shumë investitor të mbrenqëm, po ka edhe investitor të huaj me kapacitete të lloj-llojshme varësisht nga kushtet klimatike aty ku duhet të vendoset dhe janë në ndërtimin e sipër shumë parqe të këtyre energjisë diellore që kanë marrë licenca dhe vazhdojnë të bëjnë. Normal ka një procedurë pak më të vështirësuar administrative, po interesi dhe siguria e një investimi i shtin përpara dhe besoj që kjo edhe më shumë do të rritet duke pas parasysh përsëri ju them pozicionin klimatik që ka Maqedonia, sidomos në pjesën e energjisë diellore. Zoti Dauti, bëhet investimi akoma më i rëndësishëm dhe ndërlidhja energjetike akoma më e rëndësishme, kur po shohim që në botë
problemet, konfliktet, po ndodhin gjithmonë më shpesh dhe e para që preket është pikërisht energjia. Qoftë nga nafta, qoftë nga gazi, energjia në tërësi. Normal është sa më shumë të kemi prodhim të mbrenshëm vetanak të energjisë, varësia nga jashtë është më e vogël dhe interesimi i biznesit, i kapitalit, se do të jetë e fokusuar aty ku shifë se ka stabilitet ai investim. A në energji është shumë normale se në energji ka një tash që shkrijohen kushtet, edhe një nga këto segmente është edhe ki interkonektor që ndërtohet, si shtatë edhe ju, edhe lidhshmëria që do të jetë me tregun evropian, me një treg shumë të gjerë dhe me peshë, jo vetëm regionale evropiane, po edhe botërore, të ne reflektohet dhe te investitorët reflekton një siguri normale dhe një përfitim shumë më të sigurt dhe më me peshë është. Ndërkohë, zoti Dauti, meqense jemi tek kjo çështje, si po ndikohet ose çfarë efektesh ka dhënë deri tani konflikti në lindjen e mesme në mënyrë të veçantë tek litri i naftës dhe i benzinës që tregtohet në Maqedoninë e Veriut dhe njëkohësisht ka filluar që ky efekt transmetohet edhe në sektor tjerë apo në produkte të tjera? Çdo konflikt që ka përmasa regionale ose kjo është edhe konflikt botëror, çdo kund ka reflektim, edhe në Maqedoninë e Veriut ka pas reflektim, ka lëvizje të çmimeve të derivateve. Qeveria dhe Komisioni Rregullator është në mënyrë permanente ndjek ndryshimet që ndodhin në tregun e derivateve të naftës dhe duke pas parasysh se është një lëvizje e përshpejtuar e rritjes çmimeve, qeveria bëri lirimin apo zvoglimin e tatimit të vlerës shtume të derivateve të naftës të derivateve të naftës nga 18% në 10%, dhe është në ndjekje të ndryshimit javor të çmimeve të limituara në bursa. Bursave që të mund sadopak të zbut, me që jemi shtet i vogël edhe Maqedonia dhe Shqipëria shumë pak mund të kenë ndikim në atë drejtim, po normal është që ne do të bëjmë punën tonë aty në kuadër të mundësive që kemi dhe që kanë qeveritë, të bëjmë ndryshimet javore që sa më pak të ndjehet kjo. Ju thash edhe njerë, ka bërë zvoglimin, që është për të përshëndetur, zvoglimin e tatimit vlerës shtume nga 18 në 10% të derivateve të naftës, po gjithashtu ajo vetëm ka sinjale deri para një jave nuk ishte një ndryshim në çmimet të produkteve, sidomos produkteve të konsumit gjerë që e tangon drejt përse drejt harxhuesin e fundit që është një strukturë e ndjeshme, po këtë javë vetëm kanë filluar diku të ketë lëvizje të çmimeve, po jo në mënyrë drastike. Kemi një lëvizje kësaj jave që ka filluar shtritimi i çmimit bukës, që kosto e transport apo distribucionit është direkt e lidhur me çmimin e bukës, duke pas parasysh nga praktika se të transportosh bukë ka dhe copa, ka 100 bukë me një mjetë, ka kostën e vetë dhe direkt e reflektohet. Kanë filluar një iniciativë në sinjale të çmimit edhe të disa produkteve tjera konsumitore, sidomos ato që janë të lidhur ku në çmim ka ndikim shumë të madh transporti apo distribuimi
i produktit, sidomos produktet me vlera më të vogla, në njësi maca apo njësi pesh, ku transporti merr pjesë shumë në çmimin e atyre. Po. Dhe gjithë janë në pritje se çdo të ndodhë me rrethana të krizës që është në gjiri atje. Dikush pret se do të ndalet, dikush është pesimist se nuk do të ndalet, ende nuk janë të sigurt, po ajo është në të gjithë botën, nuk është vetëm Sigurisht, efekti është global. Efekti është global. Zoti Dauti, edhe disa pyetje në lidhje me marrëdhëniet midis dy vendeve, Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut, korridori 8, ai rrugor, autostrada pra është duke u ndërtuar në dyja anët e vendit. Kam përshtypjen që në Maqedoninë e Veriut është disi më prapa puna edhe për shkak të politikës, por gjithsesi është duke u punuar. Ndërlidhja rrugore, hekurudhore, sa e rëndësishme është për zhvillimin e tregtisë midis dy vendeve dhe duhet kemi parasysh këtu që pritet ndërtohet porti i thatë në Shkup dhe njëkohësisht në Prishtinë, pra ndërlidhje direkte nga porti i Durrësit në Shkup në Prishtinë. S'ka dilema ti të flasish për korridorin 8, që pjesa dërmuese e opinionit mendojnë se është vetëm një autostradë dhe një vozitje në rrugë të mira, po korridori 8 është me një karakter jo regional evropian, po edhe me karakter botror, që në lëvizjet e madrave njëre, si që thashe, njërë madrave të kapitalit, të njerëzve, të ideve, të përshpitume. Po korridori nuk është vetëm rruga, normal është edhe ja që përmendëm sot interkoneksionet energjetike, është urgjentisht Maqedonia duhet me që punohet me një urgjencë të madhe, kjo qeveri punon në projekcionet e rinovimit komplet të sistemit hekurudhor në Maqedoninë e Veriut, urgjentisht duhet të punojë në lidhjen hekurudhore me që Shqipëria ecë më përpara, në lidhjen hekurudhore Maqedonisë Veriut dhe Shqipërisë. Paralelisht me atë në korridore duhet të jenë edhe të urbanizume në ndërtimin e zonave industriale, që edhe në Shqipëri edhe në Maqedoni në këtë drejtim ende nuk mendohet paraprakisht të paraprin zhvillimeve që ekonomitë të fillojnë, që kanë filluar, po bëjnë me projekte ad hoc, jo projekte të urbanizum industriale, ku do të kemi zona industriale që do të i shfrytëzojmë këto përparësi që i krijojnë korridoret, siç është në përvendet më të zhvilluara, dhe për Maqedoninë e Veriut. Ky korridor, edhe për Kosovën, është arterje që do të ketë për ekonominë, do të ketë benefitet e veta në racionalizimin e harxhimit lëvizjeve të madrave, do të ketë benefite në qasja mundësi që jepen në përshpejtimin e tregjeve tjera, qoftë në perëndim, ku jemi të orientuar në Unionin Evropian, po edhe në pjesën lindore të pjesës Bullgarisë. Për Maqedoninë e Veriut është shumë me rëndësi edhe për Kosovën. Shfrytëzimi edhe njëherë përmendi që kanë përmend pozicionin geostrategjik që ka Shqipëria, tetin, afërsinë me Evropën, portet e Shqipërisë, cilët edhe ashtu me intensitet ndërtohen dhe përgatiten që të jenë suportues i lëvizjes madrave në tregjet e oqeanike dhe nga Ballkani edhe ana sjelltas, që do të shfrytëzojnë edhe këto ekonomi edhe këto tregje. Sa i përket porteve të thata, njëherë është ende ide. Po, jemi shumë herët. Po shumë herët është,
po ato duhet të përshpejtohen. Për Kosovën, besoj se edhe për Kosovën, duke pas parasysh raportet që i ka me Serbinë, është shumë më vështirë do të shkojnë në përshpejtimin. Po, Maqedonia e Veriut duhet paralelisht këtyre projekteve edhe me portin e Thatë duhet ta përshpejtoj se porti i Thatë që do të ishte në Shkup, nuk do të shërbeje vetëm nuk është vetëm për tregun e Maqedonisë, po ajo është për treg edhe më i gjerë që përfshihet një pjesë edhe e Kosovës, po sidomos pjesa e Serbisë që nuk ka kur farqasje ndetën në përporte, dhe ajo do ta lenson, përsëri ju them, në ekonomia që do të edhe të ta përshpejtoj lëvizjen e madrave, që është shumë e rëndësi në pjesën logjistike të ekonomisë, arritja në kohë dhe shpejt produkteve o lëndë para o produkteve finale, po edhe racionalizimi i harxhimeve, sidomos përmes një porti të thatë që janë shembujt në përballë në Itali, në Turqi, që kemi pa nga jeta praktike, sa i shkurtojnë harxhimet. Shumë normal është se çmimi, ne jemi kompani që merremi me tregti ndërkombëtare, edhe të importeve dhe të eksporteve, dhe shohim çfarë është transporti i një kontejneri nga porti i Durrësit me një maun të abish në Shkup, dhe sa ku kishë kushtuar si çmim të vijë me përmes Ekurudhës me tren edhe prej Shkupit të shpërndahet në për kompaninë në Maqedoni ose në Serbi dhe një pjesë të Bugarisë në tonë. Kështu që përfitimet do të jenë të gjithanshme. Sa i përket ekonomive të dy vendeve, pjesërisht janë komplementare, po ka hapësirë shumë të madhe që produktet e Shqipërisë në tregun e Maqedonisë dhe anësirë të produktet, me që ne kemi kompani edhe në Shqipëri dhe bëjmë distribuimin e produkteve të Maqedonisë në Shqipëri dhe anësirë të bëjmë importe të produkteve të konsumit gjerë, normal, të disa prodhuesve të Shqipërisë në Maqedoninë e Veriut, dhe produktet janë komplementare, të kapshme për konsumatorin e fundit. Mbetet që institucionet, organat, këto drejtoritë e ushqimit, agjencionet e ushqimit dhe institucionet tjera të harmonizojnë qëndrimet e veta dhe të lensojnë lëvizjen e këtyre produkteve ma lehtë, ku edhe kostën e zvoglojnë, duhet të hiqet të trajtohet. Ajo që duhet të balansojnë, ne kemi pas shumë kontakte edhe me qeveritare, premiere, ministra, edhe në Shqipëri, po në Maqedoni, ende është ai mentaliteti i mbylljes po të kuptimit produktet vendore, po si produktet vendore duhet trajtohen produkte vendore, edhe produktet e Shqipërisë në Maqedoni si produkte vendore, edhe produktet e Maqedonisë në Shqipëri të trajtohen si produkte vendore. Me qartë. Me një fjalë, pranimi i normal i qasjeve të institucioneve njëna ndaj tjetrës. Ne kemi problem që nga Shqipëria ende nuk mundemi produkte me prejardhje që kanë prejardhje shtazore të importojnë në Maqedoni, por shkak se agjencionet e drejtoritë e ushqimit nuk mund të harmonizojnë qëndrimet e veta si duhet. Zoti Dauti, ju falenderoj për të lidhje drejt për drejt në studion e televizionit Skan. Ditë mbarë në vim.